Një krijesë e çuditshme është gjetur në Kinë. Shkencëtarët kanë zbuluar se çfarë është. Krijesa duket e tmerrshme, sikur të ketë dalë nga një film horror me alien, por ka ekzistuar me të vërtetë. Quhet Sakoritus dhe i ka lënë studiuesit pa fjalë. Tashmë në internet gjen foto dhe video falso pafund, por kjo krijesë është reale. Madje tashmë na binde edhe më shumë që krijuesi është artisti më i madh dhe i pazëvendësueshëm. Një grup studimor kinez së bashku me anglez gjatë kërkimeve arkeologjike kanë bërë një gjetje sensacionale në provincën Shanxi. Bëhet fjalë për një fosil të vogël. Ata kërkonin se çfarë ishte, sepse s'kishin parë kurrë një gjë të tillë, dhe aty zbuluan se është një mbetje e Sakoritus coronarius, një qenie që ka jetuar rreth 550 milion vite më parë, pra shumë vite përpara se të shfaqej njeriu. Krijesa ka patur vetëm gojë, e cila ndoshta kishte funksionin e dyfisht, të gëlltitjes së ushqimit dhe të nxjerrjes së substancave të panevojshme, por padyshim bluante çdo gjë që gjente përpara. Kjo foto është realizuar me teknika moderne dhe ky ekzemplar ka qenë shumë i vogël, por nëse do të jetonte sot mund të krijonte probleme të mëdha në njerëzim, saqë do të detyroheshim që ta luftonim.